Unë të e pas parasysh faktin se sot po marrën seancat e caktimit paraburgimit për rastin e hetimeve për keqpërdorim në zgjedhje. Erdha në një monitorim të njërës prej seancave në gjykatën themelore në Prizren. Qëllimi i këtij monitorimi është me pasë si po shkojnë procedura, sa po zbatohen dhe po respektohen standardet për një qasje dhe një mundësi të drejtë për një procedurë ku garantohet edhe personave që janë dyshuar më mbrojt. Në fakt, mendoj që është një prej rasteve të rënda që ka ndodhur në Kosovë, por që apelim është që edhe drejtësia duhet jetë e kujdesshme që asnjë person i pafajshëm të mos jetë pjesë e një procesi ku mund të dëmtohet dinjiteti i tij dhe të respektohen të gjitha të drejtat që ai ka në procedurë. Natyrisht, ky rast përveç se është bërë shumë publik përmes mediave, unë besoj që e ka kohën e vet të hetimit dhe zhvillimit procedurës penale dhe kërkesa ime është që me respektu prezumimin e pafajësisë, sepse secili person që sot është fut me pranga në këtë derë të gjykatës, derisa nuk e ka një vendim të formës prerë është i pafajshëm dhe trajtimi duhet jetë i tillë. Pra ata duhet konsiderohen të pafajshëm, po natyrisht hetimi duhet shkojë deri në fund, sepse dami që është shkaktuar një procesi demokratik dhe një drejtë të garantuar qytetarëve natyrisht është shumë i madh. Gjatë seancës me vërtet është diçka që nuk ka shkuar mirë se Jo, përjashtimi është faktit se pasi kemi të bëjmë një numër shumë të madh të personave ndaj të cilëve është bërë kërkesë për caktim paraburgimit, jo çdo herë mund të elaborohen mjaftueshëm edhe të kuptohet nëse vërtet ekziston baza për caktimin e paraburgimit. Fakti që ata janë paraqit vetë në stacionet policore, s'kan treguar ndonjë tendencë me ikë dhe provat materiale i ka prokuroria, gjithmonë duhet më respektu parimi i respektimit të drejtave që i kanë të garantuar secili qytetar që kufizimi i lirisë të jetë si masë e fundit. Po më besoj që gjykata ka mi pas parasysh krejt këto dhe natyrisht besoj shumë në verdiktin e gjykatës. A keni pas dyshime ose dilema me forma saktësisht që nuk respektojnë të drejtat? Monitorimin e bëjmë zakonisht edhe në raste të tjera, po jo unë personalisht si avokati i popullit, po zakonisht zyrtar që janë caktuar nga institucioni. Të marr parasysh këtë rastin në fjalë ka të bëjmë një numër shumë të madh qytetarëve, disa janë ndalim, disa në proces të caktimit të masës paraburgimit e kanë pasur nevojshëm që janë edhe vetë mos siguruar që ndaj secilit të respektohen këto procedura. Keni hapë se zyra avokatit popullit edhe ju se avokatit në shtab për krejt rastet e keqpërdorimit me votës, hetimi i tij ka filluar edhe nga prokuroria në Gjakull për marrëveshjeve. Ne kemi monitoruar procesin e zgjedhjeve, po jo procesin e numërimit, sepse qëllimi i monitorimit tonë ka qenë tjetër aspekt, respektimi të drejtës për me votu edhe për mos zgjedhje që lidhet me kushtet në cilat mahen zgjedhjet. Natyrisht e kemi si proces të hapur, do të përfshihet edhe kjo pjesë, sepse ka dalë si e re dhe për neve ka qenë e panjohur, në fakt ne nuk kemi pas në informacion, ndërsa sa i përket procesit që po ndodhet krejt personave që që janë arrestuar dhe po mbahen në ndalim, konsideroj që është punë e gjykatës, nuk është puna jona është vetëm me pas se po respektohen ato standardet minimale që i ka secili paraburgosur, që është me ofru mbrojtje, me njoftu familjen, me i plotsu edhe kërkesa tjera që lidhen me gjendjen shëndetësore dhe deri me tani nuk kemi ndonjë informacion, përveç një ankese që dje kemi marrë nga disa familjarë që lidhen me mosdhënien e telefonit për me njoftu familjen, po besoj që nëse kjo ka ndodhur paraqet një shkelje të drejtave kushtetuese, por fillimisht duhet me e vërtetu sepse nuk kemi mbërri për shkak se sot ka qenë vikend, nuk kemi arrit me kuptu plotësisht nëse ka ndodhur kjo ose jo. Rekomandimi i datë jo? Jo, absolutisht, ne nuk japëm rekomandime, thjesht ne monitoruam seancën, i pam se si shkoi rrjedha e procedurës, u njoftuam me bazat e dyshimit, me kushtet për caktimin e paraburgimit, natyrisht ndëgjuam edhe mbrojtjen me fjalën e tyre dhe krejt kjo, si themi, është puna që ne e bëjmë, ndërsa nëse eventualisht çfarë do vërejtje mund të hasëm në këto raste, ne pastaj dalëm me raport veçantë, vetëm në rastet kur ka diçka urgjente me reaguar, në këtë rast nuk pat. Po sot u interesova unë në gjykatë themelore të Prizrenit, pasi që jam avokat i një nga komisionerës nga partia vendose, sepse edhe në këtë parti ka dyshime që është manipuluar dhe është vjedhur vota e qytetarit.
Pra, mendoj se prokuroria ka kryer punën e saj në mënyrë duhur dhe në mënyrë drejtë, sepse ka peshuar mirë faktet dhe kam kuptuar se jo gjithë duhet të shkojnë në paraburgim dhe komisionera nga partia vendose e cila është mbrojtur në heshtje, ndaj saj nuk ka kërkesë nga ana e prokurisë që njerëzit të caktohet masa paraburgimit, por pavarësisht gjithave çka ka ndodhur, unë konsideroj se ky hetim nuk është i drejtë, nuk ka objektiv, sepse paralelisht është dashur të jeton edhe politikanë të cilët kanë dalë në televizion dhe kanë turbetuar se votat tona na janë vjedhur dhe të kërkojmë në hetim. Pra, ata politikanë të cilët janë vjedhur votat dhe kanë dalë në televizion, mos t'i ceki emrat, ata u dashur të jetonë dhe ata u dashur të vendosen në kërkesë të prokurisë për caktim të paraburgimit, pasi që strategjia e këtyre politikanëve se për të veshur përgjegjësinë është një alibi, sepse shumë vëzhgues dhe komisioner sot janë të pafashëm dhe shumica prej tyre ndoshta e kanë fatin që të shkojnë në masën e paraburgimit, por këtu nuk ka drejtësi objektive, sepse edhe është edhe një fakt tjetër për të potencuar se në qendrën e numërimit të votave atë ditë kur janë numëruar votat, aty ka pas edhe vëzhgues nga ana e KQZ-s. Pra ata vëzhgues të KQZ-s janë të certifikuar dhe janë objektiv dhe neutral. Dhe përderisa ka pas parregullsi dhe kemi kuptuar që votat janë vjedhur tek pas 2 javë, pse anëtarët e KQZ-s që na aprovacion neve dhe paguan nga taksa pagues nuk japin dorëçe dhe nuk kemi përgjegjësi penale nga ta. Pra, këtu edhe pse duhet përshëndet veprimin e prokurisë, por jo gjithë duhet të shkojnë në masë paraburgimit, sepse duhet ndodhet shapi prej sheqerit dhe Inshallah të e baret. Pısın alıp çıkın gel. Hadi marş bit.